Numri shtetësve të huaj që aplikojnë për leje qëndrimi dhe leje pune në Vlorë është në rritje. Sipas të dhënave nga zyra e migracionit, fluksi i shtuar veçanërisht gjatë sezonit turistik duke sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesave. Aktualisht regjistrohen rreth 50 deri në 60 aplikime të reja, ndërsa nuk mungojnë dhe kërkesat për rinovim të lejeve të qëndrimit, por edhe lejeve të punës. Për shkak të këtij interesi në rritje, zyra e migracionit ka shtuar edhe ditën e mërkurë për aplikime, përveç ditëve të përcaktuara më parë. Shtetësit e huaj që kërkojnë të jetojnë dhe punojnë në Vlorë vinë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Risi këtë vit mbetet rritja e numrit të aplikantëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa nuk mungojnë as shtetas nga Italia, Afrika e Jugut, Indonezia dhe vendet e tjera që kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të jetuar apo edhe për të ushtruar aktivitetin e tyre profesional. Jam nga Indonezia, kam ardhur për të punuar këtu në Vlorë. Punoj në fushën e turizmit, mirëpres në vendin ku punoj turistët e huaj. Jo, nuk jam me familjen, kam ardhur vetëm këtu dhe kjo është hera e parë që punoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu jam bashkë me bashkëshorten time. Kemi disa muaj që jetojmë në Vlorë dhe kemi zgjedhur që të vim të jetojmë këtu. Unë punoj online, çfarë më pëlqen këtu? Ka gjithçka dua për një jetë të qetë, natyra, klima, njerëzit, jemi pranë detit. Po, do të vijoj të jetoj këtu. Ne jemi nga Afrika e Jugut, nuk ka shumë nga vendi im këtu. Jetojmë në Orikum, tashmë jetojmë këtu në vendin tuaj prej 4 vitesh. Pse e zgjodhëm Shqipërinë? Sepse na pëlqen shumë, është e qetë dhe shijojmë detin. Ne jemi pensionistë dhe na pëlqen këtu. Kemi vendosur të jetojmë në Vlorë. Jam nga Italia. Unë punoj disa muaj të verës në Vlorë, sjell një shije të veçantë të Italisë, siç është limonçela. Këtu po aplikoj për të vijuar lejen e qëndrimit. Ky është viti i dytë që punoj gjatë sezonit turistik në Vlorë. Unë jam nga Venecia në Itali. Erdha pak muaj më parë si turist dhe kështu vendosa të vi të jetoj këtu në Vlorë. Pse kjo zgjedhje? Të them të drejtën, në Itali jeta sociale është e varfër. Këtu pash diçka ndryshe. Jeni miqësor me njëri tjetrin dhe me të huajt. Më pëlqen kjo gjë. Unë jam vetëm këtu dhe jam pensionist. Jetesa në Vlorë më lejon të jem i qetë dhe dua të shijoj. Pastaj ka edhe shumë bashkëkombas të mi. Më pëlqen edhe qyteti, klima, deti. Deri para nisjes së sezonit turistik, aplikimet në zyrën e migracionit në Vlorë kryeshin vetëm 2 ditë në javë. Megjithatë, për shkak të rritjes së kërkesave, zhvendosur shtimi një ditë tjetër aplikimi. Ndërkohë aplikimet e reja arrin në 50 deri në 60 të tilla në ditë, teksa numri rinovimeve për leje qëndrimi dhe punësimi mbetet edhe më i lartë.